Nderuar deputet, edhe pse pothuajse në gjitha paraqitjet publike të viteve të fundit, kryeministri aktual Isa Mustafa dhe LDK-ja ishin përbetuar se në asnjë variant nuk do qeverisin asnjëherë me PDK-n. Një gjë e tillë ndodhi dhe tashmë jemi para një akti të kryer. Ndërsa para vetes deputet nderuar kemi një program qeverisës i cili realisht nuk premton zhvillim ekonomik, hapje të vendeve të reja të punës, premtime këto të cilat e sollen në këtë pushtet. Ky program i qeverisë Mustafa ma tepër është program filozofik i qeverisë Mustafa. Tek parimet dhe shtyllat e programit qeverisë nderuar deputet, po i përmend vetëm disa. Promovimi dhe vizioni për Kosovën shtet i pavarur, demokratik dhe integruar në strukturat euroatlantike. Kjo filozofi ishte dhe Hashim Thaqit. Por, të nderuar qeveritar dhe ju kryeministër, vizioni është gjendje për të parë se ku jemi dhe ku duhet shkojmë. E unë po ju them se qeveria as nuk po din ku është, as ku po do me shku. Qeveria do të hartoj strategjin, është shtyll tjetër. Qeveria thot do të hartoj strategjin kombëtare të zhvillimit të Kosovës, duke bërë që për herë të parë në historinë e saj, pra këtu thirret me pompozitet shumë të madh, të hartoj një strategji që nuk është e cila nuk është e mjaftueshme, na e shohim që nuk është e mjaftueshme për një zhvillim ekonomik, dhe fokusi kësaj strategjie, thonë program, është me stimulu rritjen ekonomike. Se si me stimulu, nuk e di se dikush ka mujt me bëj diçka. Pra, këtu është ju kryeministër ta bëni qartë në këtë program, edhe për qytetarët e vendit, e jo vetëm për ju si ekonomistë diplomuar, për ta kuptuar vetë. Me tutje shkruan se strategjia do të nxjerrë në pa rëndësinë e potencialit kapitalit njerëzor që ka Kosova. Shqipni kanë menduar që po vojnë një zbulim epokal këtu. Dhe sot nuk e kanë ditë çfarë potenciali ka pra Kosova. Tek zhvillimi ekonomik, punësimi dhe mirëqenia, a keni bëju, zoti kryeministër, një analizë se sa ka ndryshuar gjendja e qytetarëve në këtë periudhë prej 100 ditësh qeverisë suaj? Unë them që nga ato që i shohim çdo ditë tek qytetarët tanë, gjendja e tyre ekonomike po vështirësohet çdo ditë më shumë. Dhe çka është më e keqja në këtë program, nuk kanë as shpresë se do të ndryshojë kjo gjendje derisa ju të jeni kryeministër. Zoti kryeministër, në programin që nga fillimi deri në fund filozofik dhe i thotë, hartimi i tij pa hyrë periudha kohore se kur do të fillojë dhe do të përfundojë realizimi i atyre premtimeve që ju keni bërë, është vetëm një dështim i radhës. Për ta deshifruar këtë, pra po e paraqes dhe po e deshifroj matematikisht. Askund, nderuar deputet, nuk e kam gjetur që në këtë program 2 dhe 2 bëjnë 4, po herë 3 e herë 5. Ju kujtohet, kur unë i kisha bërë një pyetje kryeministrit, më pa thënë mësoj numrat. E unë tash po i them kryeministrit, i nderuar kryeministër, numrat janë ata që nuk njohin gjuhë. Është mirë me i ditë numrat dhe tani po dijete se kush nuk po i di numrat. Pra thjesht o dasht të ketë numra në këtë program, o dasht të ketë shifra në këtë program, për ta kuptuar gjithë qytetarët e jo ma na si deputet. Qytetarët kanë pritë që në 100 ditën e qeverisë suaj të kuptojnë sa njerëz janë punësuar nga 120.000 vende pune të premtuara nga ju, po edhe nga 200.000 vende pune të premtuara nga zoti Hashim Thaqi, sepse jeni në koalicion, e që bëjnë gjithsej pra 320.000, e që për 100 ditë i bjen me matematik, është dashtë punësojnë 10.015 qytetarë. Qytetarët ka nevojë me ditë pra se kur ata është dashtë të dinë këtë program, se kur do të fillon, në fakt e dinë kur ka fillu rruga Prishtinë-Pej, por nuk e dinë dhe nuk do ta dinë asnjëherë se kur do të përfundon. A këta duhet ta dinë. Qytetarët gjithashtu ka nevojë me ditë se kur përfundon rruga Prishtinë-Mitrovic. Në program kërkonin nga bashkëdhëtarët tanë që jetojnë në diasporë që të përfshihen aktivisht në zhvillimin ekonomik të vendit. Keni kërkuar edhe që në ditën e parë duke thënë se 500 milion euro vijnë nga diaspora.
Po, kryeministër, kjo është e vërtet, ndoshta edhe mbi 500 milion. Por po kërkoni shumë nga ta, se jeni mësuar me kërku vazhdimisht, e unë po ju them që nuk mundemi i obligu, sepse ata kanë i bërë shumë të rëndë, kanë pas familje tu dhe besa, tash për fakt mirë që janë atje, po miren shumë edhe me ata 100.000 apo 50.000 sa doni që është plagë dhimbshme e Kosovës që shkruan, iken nga Kosova pikërisht prej zhgënjimit që ju ishit në krye qeverisë. E unë ju them që çka ju po bëni për diasporën, vetëm një detaj të vogël po përmend, asgjë deri me tani, por po përmend se vetëm 5% e fëmijëve të bashkëdhetarëve tanë janë përfshirë në shkolla shqipe. Furnizimi i zonave të lira është një prapë në program, funksionalizimi i zonave të lira. Edhe sot e kësaj dite prej kur ishte kryeministër Hashim Thaçi, nuk e kam ditë unë, po edhe shumë qytetarë më kanë vetë bre çka do të thotë ky koncept zonë lirë, e unë po i them kryeministrit, sot është mirë me ju tregu qytetarëve të Gjakovës, të Prizrenit, Mitrovicës, Drenasit, se çka kupton me konceptin zonë lirë, çka përfitojnë ata qytetarë. Tash kryeministri duhet më u përgjigj sepse ka obligim. Po ndalem edhe pak tek çështja e arsimit. Këtu kemi të bëjmë me një vazhdimsi të politikave ad hoc, pa plan veprimi dhe pa objektiva kohore të përcaktuara qartë. Programi merret me synimin dhe angazhimin në stilin Qeveria e Republikës Kosovës synon që të ndërtojë një shoqëri dijes. Kjo frazë besoni është përsërit prej 2008-s. Mësimdhënësit ka nevojë pra të dinë se ku mbeten përvoja e punës e cila dhe 16 vite pas luftës nuk po u njifet. Mësimdhënësit e pensionuar ka nevojë të dinë se përvoja e tyre prej 40 vjet sot po vlen diku rreth 50-60 euro për mos më hyn hak, sepse pensioni bazë din që ju takon pas moshës 65 vjeçare. Do të thotë vlera e tyre për 40 vjet që shkolluan, edukuan gjenerata edhe neve, vlen dikun edhe nga qeveria kalume, po edhe nga kjo qeveri dikun 50-60 euro. Tek gjithë përfshirja, model besa keni pas aleancën, edhe ju kisha thonë bashkë aty në LDK që kanë përmendje, sikur ti kishin marrë model të 100 ditë, hiç kishin mujt, jo kishin gabu, po kishin pas ka më ndërtu. Tek gjithë përfshirja, pa po nervoz, ju LDK-ja, PDK-ja, se jeni shumicë, faktet flasin se në arsimin parashkollor, qerdhe dhe kopshte, mosha nga 0-5 vjet janë të përfshirë vetëm 3%, për me kuptu ju, janë përfshirë vetëm 3% fëmijëve. E që është shifër me ulta në Evropë, për i referohem raportit progresit të Komisionit Evropian 2014. Situatë e njëjtë është edhe në arsimin parafillor, mosha 5 dhe 6 vjet, ku sipas ligjit të arsimit parauniversitar, pra që nga viti 2015 që jemi në këtë vit, është i obligueshëm e që janë pa përfshirë rreth 8.000 fëmijë. Tek qasja barabar, gjithashtu kur flasim për përfshirje simbolike të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe të grupeve të marginalizuara, si dhe për braktisje të përmasa të mëdha të arsimit të detyruar. Sa i përket plan programeve shkollore, korniza e re e kurrikulit Kosovës është paralajmëruar të zbatohet që nga viti 2011-2012, por ende është në procesin e pilotimit me shumë pak shans që të zbatohet. Në shkollat profesionale sot e kësaj dite ka mungesë të teksteve shkollore, ku mësimdhënësit ende diktojnë. Premtimet për digitalizimin e shkollave, premtimin jo qysh nga ish ministri Enver Hoxhaj, i cili besa dhe premtimi Hashim Thaçi që kur ju shtroj ke darë ka mësimdhënësve, pra ju premtoj ke vazhdimisht, është përmend fuqizimi i agjencionit gjithashtu për arsimin dhe aftësimin profesional, kurse në krye këtij agjencioni është emëru pa konkurs ish këshilltari i ministrit Rom Buja. Parashit rritje e cilësisë në arsimin e lartë, përderisa në krye të agjencionit merrim me mend, është një zonjë Fetije Zhushi, e cila dhe sot e kësaj dite është në hetime dhe ky mekanizëm pra mendoni se si mundet të del të tregoni performancë lartë për
Faleminderit, edhe 1 minutë përfundojeni. Pra, moralisht ishte datë me dhënë ndërheqje, atëherë gjykata apo institucionet kishin vërtetuar është e fajshme apo jo. Por kjo nuk po ndodh derisa jeni ju në pushtet. Flitet për forcimin e lidhjeve në mes të institucionit të arsimit lartë dhe ekonomisë, kurse rrjeti i këtyre institucioneve është në shpërputhje totale me nevojat e tregut të punës. Si përfundim, se kisha edhe shumë shka po e lë. Të gjithë ata qytetarë të Kosovës që kanë besuar në këtë koalicion, me drejtë sot janë të zhgënjur, nga se në asnjë moment nuk gjejnë zgjidhje qëndrueshme dhe konkrete në këtë program të qeverisë Isa Hashimi. Faleminderit.